Ndërkohë, do të kalojmë në diçka tjetër, do të kalojmë në Tetov, atje ku duket se Tetov ende nuk parin të gjejë qetësi nga alarmet për bomba në shkolla, e që raportohet tash e disa muaj. Ne dje këto në emisionin Kosova Live, patëm një lidhje direkte bashkë me kolegun tonë gazetar Besian Leka, i cili tregoj për situatën aktuale atje, ndërka që theksoj se fëmijët dje kanë betur pa mësim. Ndërkohë që një situatë e tillë duket që është njëjtë edhe sot, pra fëmijët ende nuk kanë filluar të vijojnë mësimin për shkak të këtyre alarmeve për bomba të rrejshme, dhe si pasojë e këtij alarmi nuk dihet se sa gjatë do të jetë kështu situata atje. Natyrisht një konfirmim do e marrim edhe nga gazetari sapo ta kemi gati përmes lidhjes direkte. Po, Besianin e kemi gati. Përshëndetje Besian. Përshëndetje për ju dhe shikuesit të televizionit të shtatë. Faleminderit shumë për inkuadrim. Unë e theksova se ne dje patë mundësi pak a shumë ta bëjmë këtë bashkëbisedim për çështjen e njëjtë, por si është situata sot? Cilat janë informacionet e reja për këto raste? Sot është përsëritur e njëjta gjë, prapë të gjitha shkollat e mesme dhe fillore kanë marrë një alarm për prani të një mjeti shpërthyes apo siç njihet të një bombe nëpër objektet e tyre, dhe të gjithë shkollat sipas procedurës të përcaktuar në bazë të sigurisë dhe standardeve këtu në Maqedoni, të gjithë nxënësit janë lëshuar në shtëpi dhe përsëri pra nuk ka mbarvajtje të procesit mësimor në asnjë nga shkollat e Tetovës. Pas pak do të kemi edhe një prononcim nga ana e komunës së Tetovës për të parë se çfarë do të ndodhë dhe nëse këto orë që po humbën apo këtë ditë mësim do të zaventësohen më tutje kur nuk do të ketë lajmërime të tilla. Vlen theksohet se të njëjtën gjendje e patëm edhe dje, pra kur të gjithë shkollat u detyruan që të lëshojnë nxënësit pas paralajmërimeve që i morën. Faktikisht paralajmërimet për bomba nuk po vinë më nëpër emaillat e shkollave dhe të drejtorëve të shkollave, por po shkojnë direkt në Ministri të Punëve të Brendshme. Pra do persona fiktiv lajmërimet të i bëjnë Ministri të Punëve të Brendshme dhe pastaj Ministria e Punëve të Brendshme apo policia po shkon dhe po i detyron nxënësit që të dalin nga shkollat. Kjo nuk është herë e parë që në Maqedoni na paraqitet kjo dukuri. Diku para 2 vitesh, fillimisht në Shkup, pra filloi që të zbatohet kjo dukuri, pra që të jepen alarme të rrejshme për prani të bombave nëpër shkolla, por tani ja që na ka ardhur edhe në Tetov dhe shteti nuk po mund as se si të gjejë zgjidhje dhe të gjejë persona të cilët po i bëjnë këto njoftime të rrejshme. Fatmirësisht të rrejshme. Po, me sa kuptova, dje nuk është mbajtur procesi mësimor dhe njëjtë po vazhdon edhe sot. Janë këto 2 ditë themi kështu të plota të humbura sa i përket procesit mësimor. Po, shpresojmë që mos të ketë edhe lajmërime tjera për shkak se përderisa nuk mund ta gjejnë personin që po i bën këto lajmërime të rrejshme, unë mendoj që procesi mësimor do të vijojë që të mos mbahet edhe për shumë ditë, që është një humbje shumë e madhe për nxënësit, por edhe për vetë shkollën. Po, patjetër. Ndërkaq Besian, si janë reagimet e familjarëve, ata që i kanë fëmijët që vijojnë mësimin atë shkolla, ka pas reagime apo kërkojnë më shumë siguri në shkolla, ndërsa keni arrit pak me i pa edhe këto jashtë atyre zyrtare që kanë dhënë institucionet? Fillimisht situata ka qenë shumë stresuese dhe tensionuese për vetë prindit, pasi që kur kanë marrë njoftime se fëmia e tyre gjendet në një shkollë ku mund të ketë një mjet shpërthyes, ka qenë shumë stresuese situata. Mirë, por tani me këto paralajmërime të njëpasnjëshme, i vetmi shqetësim i prindve është mungesa e mësimit. Pra, vetë çështja që nuk po mbajnë fëmijët mësim ashtu siç është e paraparë. Ndërkaq se përket shqetësimeve, vetëm është pa që fatmirësisht, pra këto alarme janë vetëm të rrejshme dhe se deri tani nuk ka pasur asnjëherë në një shpërthim. Fatmirësisht edhe një herë. Uroj shumë që autoritetet ta bëjnë punën e tyre dhe të zbulohen kush janë këta persona që vazhdimisht po çojnë mesazhe për alarme të rrejshme të një kategorie ndihshme pra tek fëmijët. Nuk e di nëse ka ndonjë lajm tjetër nga Tetova, me që sot po qëndroni me terren Tetov. Lajmet tjera për momentin pra janë ato që dje i diskutuan pak a shumë ish zëvendës kryeministri Artan Grubi, i cili dje u dorëzuan polici
Pra pas një bisede në prokurorin publike të Shkupit është lëshuar në arrest shtëpiak dhe tani po qëndron në shtëpi, gjithmonë duke me forcat të shtuara policore para shtëpisë e tij, që sigurojnë që ai nuk do lëshoj përsëri perimetrin e caktuar apo Maqedonin, pra është konfiskuar edhe pasaporta, ndërka që ditëve të kaluara kemi pasur edhe disa probleme në sport, pra gjuha e urrëties dhe shqiptarëve vazhdon që të theksohet që të vihet tekst i lartë, sidomos nga tifogrupet e ndryshme nacionaliste të maqedonasve, ndërka që dënimet ndaj tyre janë shumë minimale. Paka shumë, pra klubi i Vardarit ka marrë një dënim minimal, një ndeshje pa publik dhe 5 mijë euro dënim, që mendoj që është dënim shumë minimal, kundrejt thirrjeve që kam bërë, që janë edhe nxitje të urrëties, po të cilat janë me vërtet fyese për shqiptarët, siç janë shqiptari mirë, shqiptari vdekur, dhoma gazi për shqiptarët e shumë gjëra të tjera. E qartë, Besiano, unë të falenderoj shumë, natyrisht për çdo informacion të fundit që na vjen nga rajoni, mund t'i gjejnë edhe në gazetën Ekspres, ku ju kujdeseni që dalin në kohën reale. Të falenderoj edhe një herë. Patjetër, faleminderit.